Një burr australian u bë personi i parë në botë që doli nga spitali pas transplantit të një zemre artificiale, njoftuan studiuesit dhe mjekët këtë të mërkur. Operacioni prej 6 orësh u zhvillua në fund të nëntorit në vitin 2024 në Sydney dhe pacienti 40 vjeçar doli më pas me zemrën artificiale Bivacor në fillim të shkurtit. Bivacor u shpik nga shkencëtari australian Dr. Daniel Timms dhe është pajisja e parë në botë që mund të veprojë si një zëvendësim i plot për zemrën e njeriut. Implanti është projektuar si një urë për të mbajtur pacientët në jetë derisa të bëhet i mundur transplantimi i zemrës nga donatori, por qëllimi i Dr. Timms është që pajisja artificiale një ditë të bëhet një zgjidhje e përhershme. Kjo na jep një shpresë të pabesueshme se në të ardhmen nuk do të kemi nevojë të rikthejmë pacientët për transplantim, pasi ata mund të qëndrojnë jashtë dhe ta mbajnë pajisjen për pjesën tjetër të jetës së tyre, është shprehur Dr. Timms. Pacienti australian është i vetmi në botë që u largua nga spitali me zemrën artificiale, ndërsa 5 persona të tjerë qëndruan në spital duke pritur transplantet e donatorëve.